lutja që bëri shëngjegji pak para se t'ia prisnin kokën për besimin e tij. Ashtu siç është shkruar nga Shën Simon Metafrasti. Kjo referohet një teksti hagiografik i shkrim shenjtorësh, ku përshkruhet lutja e fundit e shëngjegjet, një nga martirët më të njohur të krishtërimit, para ekzekutimit të tij gjatë persekutimeve të krishterëve në perandorinë romake. Shën Simon Metafrasti ishte një autor bizantin që përmlodhi redaktoi shumë jetë shkrimesh shenjtorësh. O Zote Perëndi, ty të përkasi nga lindja, dhe te ti kam mbështetur të gjitha shpresat e mia. Ti më dhe guxim dhe më përgatite për këtë garë. Ti je shpresa ime e ëmbël, premtimi i pagabueshëm, dashuria e pandryshueshme e shpirtrave të shenjtë. Ti që i shikon me kujdes qëllimet e zemrave tona dhe i plotson dëshirat tona, përpara se ti drejtojmë ty kërkesat tona me lutje. Ti o Zot, më ndihmo ta çoj me sukses deri në fund këtë garë që kam marrë përsipër, për pohimin e emrit tënd të shenjtë, dhe pranoje shpirtin tim. Dhe pasi ta mbrosh nga frymërat e ndyra, nga demonët e këqij, bashkoje me ata që prej shekujsh të kanë pëlqyer ty. O Zot, fale këtij populli ato që nga padia ka bërë kundër meje, dhe bëj që ata vërtet të të njohin ty, se je i bekuar në jetë jetëve. Amin. Me ndërmetimet e shëngjegjet, o Zoti ynë Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin.